Një fitore in extremis. Daniel Lekndrejaj, ylli i ri i basketbollit shkodran me këtë supergjuajtje, i dha fitoren Vllaznisë në përballjen ndaj Teutës. Loja ishte 59-59 dhe sulmi i fundit i takoi shkodranëve. I vogli nga vëllezërit Lekndrejaj merr bukur topin dhe shënon një 3 pikësh, duke quar në delir tifozët dhe duke siguruar fitoren në shifrat 61-59. Vllaznia kryesonte me diferencë pikësh, por në periudhën e 4 kuqeblut lëshuan terren duke rrezikuar ndjeshëm, gjë për cilën trajneri Bledar Gjeçaj nuk është i kënaqur. Jam shumë i pakënaqur, ne shumë, më shumë se sa duhet. Ekipi e futet presion psikologjik, e fusin vetin. Pikërisht për këtë pjesë lojë jam shumë i pakënaqur me skuadrën, se deri në periudhën e tretë ekipi ka luajtur në mënyrën më të mirë, moshë. Sepse ti je gati 19 pikë para me kundër Durrësit, një rival kryesor i kampionatit, nuk është gjë e vogël. Perioda e 4 Masanana nuk e di si çanol me ekipin, është e papranueshme. Jo vetëm që shënojmë pak, por ne marrim edhe shumë. Megjithatë, fitoria është në fund. Ne duhet me analizu mjaft mirë këtë pjesën e 4. Fitoria ndaj Teutës bën që Vllaznia të jetë me ritmin e kryesuesve. Me këtë fitore na kena hyrë në ritmin, pas atij gabimi që i bëmë në Kamz, dhe uroj që skuadra me gjetë forca me uçu edhe me vazhdu rrugën e saj. Kampionati është i gjatë. Në 2 vitet e kaluara kena dalë vend dytë dhe kena fituar në fund kampionatit. Trajneri Gjeçaj i bën thirrje Këshillit Bashkiak që të miratojnë shpërblimin që ende nuk është kaluar. Uroj që me pas dëshirësi aty edhe besoj që është dëshirësia, por është ndoshta edhe çështje teknike me sa kam ndjeni, me sa kam marrë vesh është nal për me shtu diçka. Por vetëm thash, ajo dëshirësia më ekziston kur është kem lëdhe Këshillit Bashkiak që më miratu fundin edhe më miratu shtesë, sepse ne kanë shumë psikologjikisht edhe te skuadra. Në mesjavë Vllaznia luan ndeshjen çerkfinale të kupës ndaj Partizanit, ndërsa në fundjavë pret në një super sfidë bardhë blu te kryeqyteti.